Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani është partner në projektin Erasmus Seles me titull Menaxhimi i qëndrueshëm i projekteve në institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit, projekti i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka një kozjatje 2 vjeçare, qëllimi kryesor i cilit është modernizimi i arsimit lart. Ky projekt është një përgjigje direkte e sfidës për menaxhimin e qëndrueshëm të projekteve në rajon dhe reformës në arsimin e lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Synimi i këtij projekti është të ofrojë një mbështetje sistematike për institucionet e arsimit lartë në Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të përmirësojnë njohuritë e tyre rreth çështjeve të menaxhimit të projekteve dhe të ofrojnë mbështetje në rritjen e aftësive nëpërmjet zhvillimit të trajnimeve për menaxhimin e projekteve për stafin e institucioneve të arsimit lartë dhe mëtej hartimin e kurseve dhe përmirësimin e kurikulave nëpërmjet përfshirjes së moduleve për menaxhimin e projekteve për studentët. Në kuadër të projektit Suprom, pas analizës së proceseve të menaxhimit të projekteve në disa universitete të Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës me qëllim për të kuptuar mangësitë dhe mundësitë për përmirësimin e tyre, staf dhe student nga universitete partnere të këtyre dy shteteve janë ftuar në aktivitetin e trajnimit, ku do të marrin njohuri për procesin e menaxhimit të projekteve. Qëllimi i këtij trajnimi është përmirësimi i njohurive ekzistuese, përmirësimi i aftësive dhe rritja e besimit në menaxhimin e projekteve të stafit akademik dhe administrativ të institucioneve të arsimit të lartë dhe mëtej të studentëve nëpërmjet përfshirjes në kurrikula të kurseve të trajnimit apo moduleve për menaxhimin e projekteve. The modernization of higher education in Albanian universities and in other Western Balkan universities like Bosnia and Herzegovina. In this project, University of Elbasan is part of a consortium of 9 other partners coordinated by University of Ljubljana, with the participation of University of Palermo, Unimed, CESI, University of Korça, University of Vlora, University of Mostar and University of Tuzli. Trajnimi zhvillohet në 2 ditë në 23 dhe 24 tetor 2025 dhe marrin pjesë anëtarë të stafit nga Universiteti i Elbasanit, Universiteti i Korçës, Universiteti i Vlorës, të cilët janë partner në këtë projekt. Trajnimi zhvillohet nga stafi i Universitetit të Ljubljanës dhe stafi i Universitetit të Palermos. Together, us all together, that we will be able to transfer good practices and knowledge. Okay? If you think that we from University of Ljubljana, we know everything, no, we are still learning. We are learning from you as well. You have different practices, and this is for us really important to get even more knowledge about Balkan countries. So thank you very much all that you are here. This is a partnership between 4 different countries. We are coordinating from the University of Ljubljana. Then we have 3 partners from Italy, 2 from Bosnia and Herzegovina, and 3 from Albania. And this consortium is important for the capacity building in project management. Në sesionin plenar të këtij aktiviteti, të moderuar nga koordinatori e Universitetit e Elbasanit për këtë projekt, profesorja asociuar Imelda Sejdini, ishin të ftuar përfaqësues nga disa institucione lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Rektori i Universitetit e Elbasanit, profesor doktor Elvira Fetau, në fjalën e hapjes theksoi rëndësinë e këtyre projekteve për universitetin dhe rolin e tyre në procesin e ndërkombëtarizimit. This training is an opportunity to exchange the best practices in project management and higher education development, fostering collaboration and mutual learning among our institutions. The University of Elbasan, Aleksandër Xhuvani, is today one of the most important higher education institutions in Albania. It has grown significantly over the past decades, offering a wide range of undergraduate and postgraduate programs in various fields of study,
from social and medical sciences to natural sciences, economics, law, education, and information technology. Të ftuarit zoti Mia Përzej, team leader i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zonja Mirela Muço, drejtoreshe përgjithshme e Akshit, zonja Klaudia Krasnika, nënkryetare e Bashkisë Elbasan, zoti Blendi Gremi, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Projekteve në Këshillin e Qarkut Elbasan, ndanë përvojën e tyre dhe eksperjencat institucionale në menaxhimin e projekteve, si dhe dhanë disa këshilla të vlefshme në lidhje me përqasjen që duhet kenë universitetet në këtë drejtim. Albania is now at the specific stage on the way to the EU. This doesn't happen often. So it is a historical moment that we are at. And the project, yes, it is small, but it will help Albania in increasing the capacities on the way to EU. Because we were discussing before with colleagues, the accession process is not only adoption of the legislation that the EU has, that Albania has to take over. However difficult that is, it's the easy part. The more difficult part is that we are ready to implement that legislation. Unë do ndaloj në 3 programe kryesore, që është padyshim programi Erasmus+, që është program të cilin unë besoj që ju e keni tashmë në përgjishta, sepse e keni hartuar, implementuar, diku jeni edhe lead partner në ndonjë projekt. Programi Horizon, që është një program shumë i vështirë, që lidhet kryesisht me kërkimin shkencor dhe inovacionin, por që është një program i cili ka vështirësitë e veta qoftë në hartimin e projektit, po qoftë dhe në implementimin e tij dhe në nxjerrjen e rezultateve, dhe në programin COST, që është gjithashtu një program i cili përveç oportunitetit për të marrë pjesë si MC në COST, në një nga aksionet e COST, të jep mundësi edhe të ndërtosh projekte nëpërmjet COST-it. Bashkia e Elbasanit e vlerëson thellësisht këtë marrëdhënie të shndrueshme të hapur me universitetin ton, një qendër e cila është shumë e rëndësishme e dijes dhe e inovacionit në qytet. Ky bashkëpunim nuk është thjesht një shkëmbim formal mes 2 institucioneve, por një urë lidhëse mes dijes dhe praktikës, mes teorisë akademike dhe nevojave konkrete të qytetit. Në këto vite, fal punës përbashkët, kemi zhvilluar projekte të rëndësishme në fushat e arsimit, mjedisit, digitalizimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke përfshirë qindra studentë e pedagog në aktivitete konkrete që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve tanë. Unë këtu duhet përmend disa nga partnerët tonë kryesorë, institucionet e qeverisës vendore, sidomos dhe ato rajonale. Këtu duhet përmend njësitë e qeverisës vendore, se kuptohet qarku nuk ka territor, janë njësitë e qeverisës vendore aty ku implementohen projektet, por ne zakonisht ndërhyjmë kur janë 2 ose më shumë njësitë qeverisës vendore, si dhe institucionet lokale, rajonale, operatorët e biznesit, shoqëria civile.